familjar të vëllezërve Satipi. Bashkë ndërtar. Jo rastisht sot gjendemi këtu në Dobrosin, sepse vend historik, po thova më herët, ky vend është i shenjtë. Jo vetëm për Kosovën lindore, po për mbar popullin shqiptar. Sot me 26 janar, u bën pikërisht 17 vite ku për herë parë dolëm në skenë, u shfaqëm si ushtri lirimtare e Freshevës, Medvegjës dhe Bujanovcit. Për herë parë i shpallëm luftë Serbisë se nuk mund durohet më dhuna, terrori, vrasjet barbare, ata që mësuan të vrasin, masakrojnë popullin shqiptar në Kosovë dhe në Kosovë lindore. Vllazërit Satipi pikërisht u vranë në janarin, në 18 janar të vitit 2000 dhe rasti kështu që t'jenë martirët e Kosovës lindore. Po atë ditë që u varrosën vllazërit Satipi, dolë në skenë ushtria lirimtare e Freshevës, Medvegjës dhe Bujanovcit, pikërisht në këtë vend. Vetëm se më shumë ka pas popullat, më shumë ka pas kurrështje se kush do t'jenë ata djemë të cilët po dalin për herë të parë dhe po i thojnë stop dhunës, terrorit, ne jemi ata të cilët i mbrojmë popullatën civile në Kosovën lindore. Falë angazhimit, mobilizimit të trojeve shqiptare, sepse atë ditë ka pas nga gjitha viset shqiptare, këto me emblemën e lavdishme të ushtrisë lirimtare të Freshevës, Medvegjës dhe Bujanovcit. Për me kap armën është ndoshta lehtë, po për të mbrojtur lirinë është pak më vështirë, sepse është dashur një angazhim. Falë angazhimit, falë të gjithë atyre që u angazhuan dhe sot janë 28 dëshmorë të cilët kanë ra në altarin e lirisë për të qenë kjo tokë sovrane dhe e pavarur. Kështu që edhe